Në këtë portin e vogël magjik këtu në Radhim janë të ankoruara shumë mjete lundruese, të cilat jo vetëm për të shijuar detin, shpellat dhe pasuritë e jashtëzakonshme të detit jon, por fshehin edhe dy pasuri të tjera shumë të mëdha. Njëra ka të bëjë me të gjithë peshkatarët, të cilët në misionin e tyre të përditshëm të peshkimit sjellin këtu peshkun e freskët nëpërmjet anijeve të tyre, por çdo mjeti tjetër, dhe shikoni atë vendin e vogël atje, nuk ka ndryshuar asgjë. Është raporti i vërtet me natyrën, është raporti i vërtet me ushqimin e mirë, sepse i gjithë peshku i freskët sapo vjen nga deti, menjëherë gatuhet aty për të shijuar nga të gjithë ata të cilët kanë një mundësi të shkëlqyer që rrugës, ndoshta për në dërmi, apo sapo vin nga Vlora, ose të gjithë njerëzit e Vlorës, por çdo turist dëgjon e mëson që atje hahet mirë. Pasuria e dytë dhe interesi i dytë që ne do të flasim është një zotëri. Emri i tij është Baçi. Jo më kot e ka Baçi, sepse sipas traditës slabe, ai thirret kështu për disa motive që ne do t'i zbulojmë bashkë. Por jo vetëm kaq, por edhe shumë të tjera do të mësojmë sepse Baçi njihet kaq shumë në Radhim. Baçi, mirë se gjej, ka qenë një dëshirë imja shumë e veçantë që kur të kam parë shumë herë dhe kam thënë që ky është një personazh shumë i veçantë që Vlora e nderon, po sidomos këtu në Radhim. Rrafsh, unë do të përsëris dhe një herë, mirë se erdhët. Ju falenderoj për emisionit. Ju falenderoj në emrin tim personal, por dhe në emër të Komitetit të Peshkimit që ndërgjegjësoni sadopak apo në mënyrë të shkëlqyer njerëzit e punës dhe përditshmën tonë. Faleminderit. Përditshmja juaj, e përditshmja jote me detin, që kur ka qenë, që në lindje? Me breza. Unë kam jetuar në Xharfa, kishim atë, ka pas një zhvillim jetësor në ato periudha të sistemit. Edhe qysh në fëmijëri kemi pasur lidhje me detin. Nga vitet e 10 jemi transferuar në zonën në fshatin Radhim. Dhe po këtu kuptohet në buzdetit nuk flet vetë vendi dhe një vazhdimsi nga vëllezërit, babai, gjithmonë kemi pasur pasionit të lidhur me detin. Njerëzit e detit, ka shumë novela, reshta të shkruajtura për ta, poezi, se ka një magji, ashtu si deti vetë me të duket jo, po është e gërësia, është... Deti o të pranon, ose të pranon. Ashtu e? Kështu që neve pak më vonë do ta shikojmë dhe shpesher deti do të arrit me ajrin, po është më fort se ajri, ka më mister se ajri. Është fort se madhe. Është fort se madhe, deti është imagji më njanë dhe në momentin që dashurohesh me detin, dashuritë e tjera s'kan vlerë. Është deti dashuria jote më e madhe, pa cilën ti nuk e jetuar asnjë ditë. Patjetër. Unë shpeshherë them kur iki në det, i lë hallet në tokë, aty jam qetë. Domethënë kam detin shok dhe veten. Dhe është mënyra më e mirë për të medituar ose për të kthjelluar mendimin. Një njeri pranë detit, e njeh fjalën stres? Shiko, stresi është, siç e the dhe vetë, që deti është kurativ, jo vetëm për stresin, po dhe patjetër dhe për ngjarjet e një shëndeti të keq që mund të ketë një njeri. Sidomos shumë sëmundje këshillohen të rrinë në det. Të jenë afër. Pse ke emrin Baçi? Kështu të njohin të gjithë, ta kanë vënë apo? Unë gëzoj emrin ime më kishte dëshirë të vendoste emrin e gjyshit tim dhe quhej Sherif. Dhe pas ka paracaktuar pak fatin, ë, Sherif. Po, patjetër dhe të them të drejtën, shumica e njerëzve më flasin Baçi se baba gjyshit, në zonën e Llabëris o të flasin gjysho, o Babaçi, o Baçi, domethënë në kuptimin e fjalës që nga gjithë ky emër ka rrjedhur nga kjo histori, domethënë duke gëzuar emrin e gjyshit, edhe herë si them unë, pasaporta me një emër Sherif dhe shpesh herë domethënë kur më flet ndonjëri o Sherif, më duket e vrazhët, jo sepse për trashëgimimin e emrit, por nga që është mësuar emri veshi Baçi dhe më duket e huaj Sherif më sot, më duket e huaj. Baçi, çfarë ju ke mësuar ti, trashëgimtarëve të tu, njerëzve që kanë dashur të marrin nga eksperienca jote, njerëzit të cilët nuk e kanë njohur detin dhe njeriu në detit? Unë mundohem të këshilloj falas në kuptimin e fjalës dhe nuk mbaj asgjë për vete.
deti është një pafundësi. Një pafundësi dijesh dhe misteresh. Fëmijëve të mi, ata kanë, si të them, bile kanë lindur në det, do i themi. Unë se kam pasat fat, ata e kam pasur. Për vetë, pozicionin, punën që unë ndërkohë që ata erdhën në jetë bëja dhe normalisht, ata kanë në njerë më bën xhelos në kuptimin edhe të veprimeve detare që ata me intelekt të moshës dhe me zhvillimet që kanë, ata rinë të përsosin më mirë nga unë dhe të pikë më bën xhelos të drejtë. Ja, janë ta gjëra që mësues të dërgon asnjëherë. Patjetër. Jo, mundohem të, shiko, unë mendoj që jam një mësues trashëgues që nuk mbaj asgjë për vete. Sa e bukur kjo. Dhe për të mos mbajtur asgjë për vete, ti sot na premtove që do të na bësh një xhiro diku nëpër mister. Atëherë unë them, do ta them, po e bëj para prake këtë bisedë. Gjithsesi të them, kush nuk ka parë shpellën e Axhalis, nuk ka parë Vlorën. Kështu që ne për të njohur Vlorën do shkojmë direkt te shpellja e Axhalis. Kështu që do shkojmë direkt te shpellja e Axhalis. Atje na pret Axhiu bashkë me stafin e tij, me gjithë ata që në atë kohë i mbante, sepse e mbanin me pak fjalë. Shkojmë atëherë. Kapitan Baçi, where are you going? Unë kuptoj që ka anglisht sepse më bën nevoja, kështu që faleminderit prapë. Ne do shkojmë tani tek shpella, siç e premtuam pak më para. Ato që Na ke gjetur këtë mjetin e kuq, ua. Shiko, tani disa gjëra nuk është i egzagjerojmë, po ti mbajmë pse jo. Bukur kjo. Sa vite ka tani kjo është? Kjo është një nga mjetet tona që kryejmë, kjo është tip i prodhim italian, kolegari, është unë i kam vendosur Sanori 4, domethënë si emërtim, si kod i mjetit detar, ose një targ, do i themi në fjalë, dhe kam lidhur me orikun e vjetër gjithmonë, edhe pse jo ti bëjmë e përditshmja quhet ndërgjegjësim, kështu që sa bukur kjo. Tani lexon shumë libra ti që e ka shmendur. Lexoj në 4 të mëngjesit lexoj libra. Vërtet e ke. Ua, pra, të gjithë ata që gjejnë justifikime që s'kemi kohë të tjerë, ky njeri punon ja 20 orë këtu. Çohem me gjithmonë. Bile tani një mikesha jon më la një libër Grua e Lirë, është Elena Kadare, po e lexoja faktikisht. Kam 2-3 volumet e para. Edhe fliste bile një nga pjesët e saj, fliste për një nip shqiptar dhe ki shkruar nipi atë, edhe tregonte Shqipërinë e komunizmit asaj kohe që ai kishte ardhur këtu dhe tregonte gjithë rrjedhën e ngjarjeve, kishte vajtë një zonë të thellë ku kishte pas, ai nuk dinte as shqip faktikisht, sepse jati i tij ishte martuar me një, po ky ngjan dhe shumë gjyshit. Edhe ishte martuar me një turke atje kuptohet, dhe ky kishte përfunduar një arkitekt me nivele shumë të larta, gati një drejtor i një sipërmarrje gigante. Edhe thonë që peshku ta shkëlqen memorien, me sa duket po. Patjetër. Ka shumë të thëna mbi peshkun, po unë do t'i themi ca rrugës që kemi. Ashtu thoj një herë. Peshku ajo më e famshme është o më konsumo me verë, o çom ku ka ler, ku kam ler, domethënë, kështu edhe për prodhuesit e verës po bëjmë një spo. Pesh pa verë nuk ka. Nuk ka, ja, pa ja të tregoj dhe kështu në detaj. Kur e zuri peshkatari peshkun, i tha, të zura, i tha, edhe e hodhi mbi vark. E nëse pasi e zuri, e hodhi mbi vark, e futi në akull, po i themi ne, kjo është qike e saj orë nga unë, sepse peshkatarët e vjetës kishin akull, po nëse e ngordhi, do i themi kështu. Edhe i tha, të zura tani, i tha, që të futa në akull. Jo, se s'm ke zënë akoma. Nëse e mori, e pastroj, e bëri, i tha, po tani të zura, da, shikot ata kputat e kokën, jo, da s'm ke zënë akoma. E nëse e hodhi në tigan, e pyet pra peshkun, i thot, tani të zura, i tha, mos më thuaj me të futa në vaj, tani do pikesh. Jo, da s'm ke zënë akoma, i tha peshkun. Edhe në fund fare, çojnë tavolinë, tha, tani do të hathat, prap të zura. Jo, da s'm ke zënë akoma. Kur mori godën e verës, mos tha,
Më more tani mësore. Kjo është e lidhja me pak fjale, do më që o më konsumo me verë, ose këthem ku kam lerë, thot peshku. Baç marinari. Edhe letrari. Shiko, deti të pasuron shpirtin, edhe të bilet jep shumë pozitivitet. E dukshme, miq. Do më mësosh dhe mua t'i japi qikë varkës? Jo tani, pak më vë. S'ka problem, shiko. A jetë me shpejtësi në njerë? Po, normal. Shiko, unë mundohem t'u aksej njerëzve në arktim gjën, si pas dëshirave të tyre. I marrin me qira këto mjete? Po. Sa kushton një orë? Këto variojnë nga 50 euro deri në 100, një mjetë si ky dhe 100 euro ora. Personi? Jo personi, jo, mjeti gjithë. Gjithë mjeti? Po. 100 euro ora? Po, plus pastaj kanë... Tani 10 veta blore nga vjetë. Plus pastaj kanë dhe benzinën, po ky është mjet me patent. Ne kemi mjetet edhe me patent dhe pa patent. Ja, ai mund të jetë një nga mjetet tanë. Ua, sa interesante. Sa mjete ke baci? Ne kemi mjetet turistike rreth 20, kemi dhe peshkimi, janë 20, po të sipërmarrjes tonë si ashtu, janë rreth 5 mjete. E mban mend herën tënde të parë në një mjet, si të duk? Shiko, i kam qenë fëmijë dhe normalisht memoria të fillon të... Nuk lexohet me memoria. Tani, dikuta të ndale mirë herën e parë të mjetit, po si e bëre gruan për vete? Shiko, ishte takim, si të them, i njohjes spontane, jo spontane, se ishin të ndërthura në lidhje miqësore. Edhe pyeta thjesht, ajo ishte 19, unë kisha disa vite shumë më para nga ajo. Edhe i thash... Ishe i pjekur ti, rrahur me deti? Unë e pyeta 2 gjëra, i thash, ke merak në një vend? Jo. Ke mbledh mendje për të krijuar familje? Po. Në rregull, i thash, atëherë jemi bërë për njëri tjetrin. Ka thjeshtë baci? Po, shiko, gjërat e thjeshta ngjisin dhe vazhdojnë gjatë. Ashtu shembullin e kemi. Mirë, tani do shijojmë pak sa xhiron. Tani këta janë dy të huaj që kanë marrë një mjet me qira tek neve, janë francez. Ja, i kap kamera tani, fokuson pak sa, shumë interesant duket, ndërkohë që ne në pafundësitë e detit shijojmë këto momente magjie. Ky është deti më i bukur. Domethënë nuk vjen vjet se nuk është as liçen, domethënë ka një shirok, vlora e ka të përditshme këtë. Pasuritë natyrore që ka ky vend janë të rralla. Sa metra thellësi jemi këtu në këtë magji të natyrës? Shiko, ujërat këtu janë rreth 9 metra thellësi. 9 metra? Po, shikoj si duket fundi, domethënë kjo tregon dhe vlerat pas tërtisë së ujërave të kësaj zone të Jonit. Shpella e Axhialis është quajtur para se të merrte emrin Axhialia, është quajtur shpella ilirike. Ilirike, do më një lidhje midis tokës dhe qiellit që mbase e ka këtë vlerë. Më vonë pasandaj, pasi për një kohë të caktuar, këtu ka strehuar, do më thënë, pirati Axhiali. Axhialia është me origjinë po shqiptare, por ardhur nga zonat e Kalabrisë Italisë dhe vendosur në Malin e Zi. Në Malë të Zi, kuptohet, Mali Zi ka pas një eksperiencë goxhat me lidhje me detin dhe aty rrinte pas tetarëve, peshkatarëve dhe në moshën 10 vjeçare u spostua në Turqi dhe aty mori mësimet e para për detin derisa u përfundoi një detar i shkëlqyer që vonë pastaj u kthye dhe u bë autoriteti i kësaj zone. Dhe sepse shpesh po të shikosh fshatrat tanë janë vendosur lart mbi kodra se kanë qenë pre e grabitjeve të piratëve dhe në momentin që Axhialia u vendos në këtë zona vuri autoritetin e tij dhe u doli zot gjithë këtyre trevave dhe më vonë
filloj po vinte atë do i themi taksë neve ose... Pra nuk ishte një pirat i cili nuk ishte një negativisht pirat, mund thonë që ju vidhte apo ju bën të prit. Pra ai merrte një Ai ishte njëri i taksë. shkolluar në fund fare, ishte njëri i shkolluar dhe si të them bashkë me të birin u vendosin taksën anijeve të transportit që vjen i lartë e poshtë dhe por shumë shtete që ishin. Ishte taksa me para apo me florin? Patjetër me florin. Do i ndante me ata. Ku ikën gjithë ata florin? Ka një gjë këtu. Jo, ama nuk e themi se. Jo, atëre shpeshherë ndrintar që të thesareve vinë kërkojnë këtu në këtë zona. Por bukuria më e madhe ose vlera më e madhe është kjo natyrë, floriri më i mirë është kjo natyrë dhe kjo mrekullie e natyrës që na ka dhuruar. Kur ke ardhur për herë të parë në këtë shpellë dhe si e ndjer? Shumë vite më parë. Kam pas një vëlla që merrej me peshkimin, ai shumë herë më i madh nga unë, rreth 12-13 vjeç, kishte një vark shumë të vogël, lanç. Kuptohet atëherë ishin varkat ishin shumë të pakta. Edhe me gjithmonë unë ndihem dhe sot ashtu, siç jam ndier ditën e parë. Magnitë gjithmonë si herën e parë. Ndihem mirë, është një mrekulli, është një mrekulli. Shpeshherë them që kush nuk ka parë shpellën, nuk ka parë Vlorën. Disa prej rregullave strikte që zbatohen këtu për ta ruajtur, sepse aq shumë turistë sa vinë gjatë ditës duhet kemi parasysh sa gjëra që nuk lejon. Shiko, kjo shpellë nga vitesh ka kaluar në do i themi pjesë e administratës zonave të mbrojtura. Dhe në bashkëpunim me detar të ndryshëm, si sektori i peshkimit të tjerë, këtu janë vendosur disa rregulla shumë strikte. Mos të lahen. Pra nuk lejohet të lahen njerëzit tu? Jo, nuk lejohet për shumë arsye. Para njerë edhe mund të jetë subjekte aksidentesh të ndryshme, pjesa tjetër. Po, mund vi me varka dhe mund të ndodhin edhe ngjarje të tilla. Dhe janë vendosur disa rregulla, sidomos gjatë sezonit, por unë them shpeshherë o hidhni në një qindark ose lani syt sepse është fatciellës. Vërtet? Kështu që do ta bëj. Dhe rikthehem bisedës së mëparshme të Axhelis, ai u urdhërua një luftë nga Venediku dhe u vra bashkë me të birin. Dhe në shenjë morti, gjithë treva e Bregdetit shqiptar mbyllën kumborat me kasht, që mos të binin kumborat me, sepse ai në një periudhë të caktuar ishte autoriteti i tyre, ishte zëri i tyre, ishte mbrojtja e tyre. Edhe në shenjë... Edhe në shenjë mirënjohje? Po. Edhe, po, thonë që janë varosur në Sazan, të dy babë e birë.